Vino përshëndetje? Përshëndetje Gjergji. Okej, tani zoti Fidel përshëndetje. Përshëndetje. Për ata që pak veta që nuk e njohin, presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar për momentin. Nuk besoj se ka njerëz ata pak që nuk e njohin, po për ne veçanërisht është një kënaqësi e veçantë pasi zoti Fidel është një nga personalitetet më të larta që na ka nderuar në podcast deri në këto fillimet tona. Po, ne ju kemi përmendur Fidel her pas here, mund të themi Fidele në kuptimin e mirë fjalë, president shkon më mirë, sepse ne këtu flasim për sport edhe për biznes. Po sporti, bardhënia e sportit dhe biznesit ka gjithmonë ca rrugë që ndërpriten në formë tangente që mund të jetë Komiteti Olimpik, shteti, federatat e ndryshme dhe duke qenë se unë jam gazetar, Vini është businessman i mirëfillt, dhe unë kam ca kohë që jam futur në fushën e biznesit, ndonjëherë kritikojmë dhe në qoftë se ndonjëherë kemi kritikuar pa drejt në gjithë këto vite kur kemi ndjesë sepse e rëndësishme është që kritikat mos janë personale apo jo. Të rinj jemi. Të rinj jemi. Po, nuk mendoj që gazetaria dhe kritika duhet të shkojnë bashkë në parim. Ju keni qenë vetë që në kohët e Borovesit pranë gazetarëve apo jo. Unë kam qenë dhe Biles Arman Shkollaku që ishte kryetari i shoqatës gazetarëve, më dha edhe nga shoqata ndërkombëtarëve gazetarëve, më dha një kartë gazetari për nder të asaj që Fideli thoshin këta është bërë gazetari mirëfillt se gjithë lajmet në atë kohë bëshin të Borovesit. Tani përpara se Vini të filloj me një ka përgatitur besoj diçka për intro tyre, unë duhet t'i komplimentoj edhe për formën, për veshjen po gjithmonë, po sidomos për formën fizike sepse jemi të dëgjeshëm gjithë kohët e sotme që të promovosh sport dhe ta nisësh nga vetja. Ka nisur kjo, domethënë ndryshimi im ka nisur në 2017, ku në atë periudhë isha nga Berati që isha 2 mandaten, mandatin tjetër isha në Durrës, 2017, dhe kisha grumbulluar diku aty të ato fushat anës stadiumit Niko Dovana, gjithë njerëzit e sportit. Nëpërmjet bashkisë dhe klubit, më ishin gjithë mësues të edukimit fizik, njerëz të sportit, kishin dhe dëshirë të takonin. Dhe unë aty, imagjinoj, ishte periudhë qershori, unë kisha marrë një si xhup për të mbuluar barkun. Edhe duke i folur për cilësinë e jetës unë njerëzve të sportit. Dhe nga i moment, mu në verit vetje, kur i shikoj ato fotografi, thash, po mirë, ma si mund të flasë për cilësinë e jetës, ku mua barku më ka përcyer, sepse politika të rëmben, pasioni im, që edhe në politik doja t'isha i pari, të fitoja në zonën e skraparit, ku s'kishe fituar kur, Partia Socialiste në kohë se kishte hyrë LSI-ja në disa vite rjesht, edhe në Durrës, pra nga 6 ne shkuam në 8 mandate, një lodhje e jashtëzakonshme dhe nuk ke ndoshta kohë fizike. Është justifikim. Ai që do e gjen kohën, qoftë herët në mëngjes apo qoftë vonë në darkë, gjej mundësi. Si që duke rregulluar ushqimin, një orë për veten e tij për të bërë aktivitet fizik dhe të rregullojë çikorarin e ushqimit. Dhe nga i moment unë mora një vendim, thash nuk do të pi më duhan sa të kem jetën time dhe i them shoferit tim, merr këtë paqetën dhe sa të kem jetën unë s'do pi më duhan. A ti po më thamë. Unë jo e pija, po e haja. Pra mbaja 4 paqeta, 2 këtu, një cigare në gojë, një në vesh, një në tavull, një kështu dhe mu bësi tik nervor. Gjithkohës. Dhe një moment bukur thash, pse ne themi ky i droguari, pse ne themi ky pianeci? Ti i thosha vetes time, që ke më kej se këta. Pra ti ke bërë gjithë të gjëra, ke bërë ndërtime, ke bërë sport, ke rënë nga pesha, ke qenë kampion, dhe kjo paqet cigare ty të ndoj nuk e le dot, shë pa mundur. Ja dhash paqet, dhash, sa të kem jetë nuk do pi. Dhe nga 2017 në qershor, unë e kam lënë duhanin dhe kam bërë gjë më të mirë, kam filluar të ndryshoj cilësinë e jetës, duke dalë çdo ditë tek liçeni duke bërë 10 kilometra, duke rregulluar ushqimin, duke mos ngrënë brumra pica, duke ngrënë ushqim të shëndetshëm, sallaturina, peshk, supra, e truri ose gjithmonë në formë. Gjëra perime, që ti trupi shëndosh në i mendje shëndosh, në mendje shëndosh në i trup shëndosh. Nëse mund t'ju pyes, çfarë moshe keni qenë kur keni marrë të vendi? Unë kam qenë llogaritë përpara, mund të kem qenë 45 vjeç. Kemi shpresë, Gjeri. Do më thënë ka... Duhanën e kam lënë ditën që mbusha 40 vjeç. Jo, kemi shpresë për të marrë dhe në tilla vendi. Trupin, po. Rëndësi ka që asnjëherë nuk je vonë, jeta është e bukur,
duhet shijuar, po që ta shijosh, duhet të largosh mjekun nga familja dhe mjeku më i mirë je ti, psikologu më i mirë i vetes je ti, fol me veten tënde. Do ta bësh shafër president? Si? Avokati, do ta bësh shafër? Avokati duhet dhe Ta unë koqjetojmë. avokati patjetër Ajo duhet. shenja një jete të pashëndetshme. Sepse Mbajtja afër avokatit. ne nuk ka njeri të pagabushëm dhe pavarësisht se unë kam qenë deputet dhe pak a shumë njohën çik edhe ligjet se jam marrë me të, dhe duke qenë në parlament dhe duke dëgjuar në komisione, por avokati duhet, sidomos unë i përkas dhe pjesës biznesit, biznesi ka dhe konflikte, ka dhe interesa brenda dhe avokatët janë shumë të rëndësishëm që ti duhet i kesh. President, ne nuk gabojmë kur të klasifikojmë si një ndër emrat më të spikatur në Shqipëri që kanë ndërthurur bashkë politikën, sportin dhe administrimin. Tjerë të duam të kuptojmë pak rënjët e kësaj gjëje, nga vjen. Ka pasur ndikim në familjen tuaj të hershme, qoftë nga ana e politikës, qoftë nga ana e sportit, diçka që mund na rrëfeni ta ndani me ne. Po, se nëse ti googlon, për shembull, nëse njerëzit googlojnë Fidel Ylli, befas aty del një emër që quhet Kahraman. Dhe një emër që për trinjtë sotëm mund mos jetë asgjë, por për brezat e së shkuarës ka qenë shumë çka. Dhe ka pas ndikim ky emër tek rritja juaj tek. Tani, në rritje dhe formimin tim, ka ndikuar në ratë parë familja, që është dhe e dyta ka krijuar personalitetin tim përveç familjes, natyrës, karakterit, se thonë një fjalë mos një herë në javë, një herë në muaj, nënës dhe babës tënd do t'i ngjash, sporti. Sporti është një element shumë i rëndësishëm në formimin tim, sepse ti në sport ke të bësh me një grup njerëzish, ke të bësh me karaktere të ndryshme, me natyra të ndryshme. Unë kam hyrë në ekipin e 17 nëndorit diku në moshën 10 vjeçare. Ju keni lindur Skrapar Fitera apo në Tiranë? Unë kam lindur në Tiranë dhe prindrit e mi kanë hikur herë, por mua kur më pyesin gjithmonë nga je nga Skrapari, më thonë, po ku jeton në Tiranë, ku ke lindur në Tiranë, po pse thua janë, po si të them? Që jam Tiranës, unë origjinën e kam ndej, pastaj djali im ka lindur në Athinë, është në Amerikë, është me pasaport shqiptar, që do të thot, jam grek, jam amerikan, apo jam shqiptar? A i është shqiptar dhe nga Leshnja, nga fshati parë të një. Kjo është edukata që neja kemi dhënë fëmijëve tanë në familje. Dhe në sajtë të pyetjes ju po më bëni, ka disa element që ndërturen. E para, familja Yllave, po të pyesnin të paktën në zonën e Skraparit, që është një zonë patriotike, një zonë që kur Shqipëria është liruar në 44-ën, Skrapari është liruar në 5 shtator të 42-shit. Pra është bërë dhe luft atje në tendën e Qypit dhe unë kam takuar dhe njerëz që kanë qenë partizan që janë ndeshur trup në trup me Gjermanat. Pavarësisht se dikush mundohet ta injoroj luftën nacionale shqiptare. Po janë njerëz, janë shenja atje që kanë jetuar gjatë deri kohët që ne flasim. E para, e dyta, familja jo ka qenë një familje e pasur për kohën. Ka pasur 800 lopë dhe 60.000 kokdele. 60.000? Që nuk i ka pasur ferma Gjergj Dimitrov në kohën e Enverogjes. Ka qenë një nga kooperativ vetë ju? Ka qenë një nga ndër familjet më të pasura të zonës. Që kur vinte puna baktit në dimër, sepse Leshja është një zonë që është mbas malit të Tomorit, në zonën e Tomoricës, që zonë që ke ftohtë në dimër, shumë e freskët në behar, dhe kur vinte behari i silli në dimër, i zbrishin poshtë nga Lushnja dhe kanë pasur disa çobenër që merreshin me gjithë baktit, ishin grupi madh që ushqenin, i rritshin, dhe familja Ylle, veç që ka qenë një familje me pasuri, po ka qenë një familje patriotike, që në momentin që ishte momenti ku do shkonin kur filloi lufta e dytë botërore, dhe mlidhen njerëzit e fshatit dhe thonë të pyesim njerë Yllajt dhe ku do pozicionohen pra, në komunistët apo ballistë? Emri jon, dikur para 250 vjet ka qenë Laska. Pastaj fshati Leshnje ka qenë emri fshati ka qenë Yllaj dhe me që ishte familja e parë dhe me madhe e fshatit ka qenë Yllaj dhe ne morëm mbi emrin e fshatit. Dhe përveç patriot që ishin dhe të mëndshur, pra gjyshi dhe stërgjyshi kanë qenë që i shkolloni fëmijët para luftës
Pra, Karemani Xhaxhai ka mbaruar në Francë. Po mirë, do të bëj një pyetje këtu. Tani, se nga tema në temë dhe këtë nuk i kishim përgatit. Zakonisht, njerëzit të cilët përpara luftës së dytë botërore në Shqipëri, familjet që kanë qenë të zhvilluara me para, që arsimoheshin e shtetit, nuk ishin shumë pro komunizmit dhe nuk i bashkuan shumë lëvizjes komuniste se sa lëvizjes të frontit, apo jo të ballit. Kjo kthes. Ky ishte një moment historik që do shkoni me ballin apo do shkoni me nacionalshmërinë? Do funksiononte praktikisht gjithë të ardhmen tuaj, si familje. Po në atë kohë vendimi kishte të bënte me anën patriotike më shumë se me anën ideologjike të komunizmit. Dhe Mançuria e gjyshit tonë të parit fizik që ishte Sinani ishte që ne do të shkojmë me nacional çlirimtaren. Okej. Pra ishte një moment që të gjithë burrat ishim mbledhur të gjithë zonës. Ishin vendim me këtë do bëjmë, duhet pyetur njerë familja me e madhe fshatit dhe mbasi pyesin Sinani thotë. Nuhatja e tij për të bërë me më të mirë. Ne, s'është Mançuri. Ne do të shkojmë me nacional çlirimtaren dhe sakrifikuam biznesin. Që kanë pasur dyqane edhe në Greqi dhe në Turqi dhe në Stamboll dhe Karatini. Praktikisht punën private. Dhe nuk e mendonin se komunizmi do merrte këtë rrugë. Ka qeverisë në këtë seksion. Sepse Karemani i vinte i shkolluar nga Franca, ka qenë ambasador i parë i Shqipërisë në 45-ën, ka qenë ministri i parë i arsimit, ka mbrojtur gjyqin në Hag të kanalit të Korfuzit, ku minuan anijet angleze. Po si përshkëton të Karemani kaq perëndimor me një mentalitet të shfaqur, se ne nuk kaq lindor që ekzistonte në Shqipëri. Nuk ishte lindor, ishte patriotik. Ai ishte perëndimor. Mentaliteti i Shqipërisë në atë moment ishte lindor. Shqipëria s'kishte mentalitet fare në atë kohë, se ishte në mjerim, ishte në primitivitet. Por Karemani vite me mendje të hapur që të luftonte për vendin që mos e merrte pjesa tjetër, se do ishim me ballin dhe kanë treguar Mançuri. Për mendimin tim kanë sakrifikuar pronat e tyre për atë dheun. Kanë qenë patriot. Patriot quhet i gjë. Dhe patriotizmi tyre kjo ka qenë që ti jesh me 50.000, 60.000 kokdele, me 800 lop, me prona, me dyqane, dhe t'ja japësh të gjitha këto dhe në 1946 më tregon të gjyshi, në urën vajgurore, reforma agrare i mori të gjithë pronat tona dhe i sekuestroi. Në urën vajgurore kanë qenë. I mori gjithë Shqipërinë, i mori dhe ne. Edhe i tha, ja kemi dhënë partisë, se ishim patriot, dhe qa do të thoshin mbasi marrë lufta? Besonin në idealizma. Në idealizmat e shmëndurisë Enver Hoxhës që thoshe mbas lufte do ha me Luk Floriri. Dhe kështu i gënjyen dhe kështu vazhdoj kjo histori derisa u bëje diktatura më e tmerrshme në gjithë vendet e lindjes. Fidel, emri yt është shumë i bukur. Është shumë i bukur. Domethënë është një emër shumë interesant. Domethënë Fidel, letting along kështu. Kjo pasojë se unë mendoj që çdo njeri emrin e ka shumë të rëndësishëm në rrugtimin që bën. Patjetër. Krijohet një lloj gjendje për shembull për emrin. Dhe emra të tillë janë të rrezikshëm, sepse ju u bët vërtet njishi. Po imagjino për shembull të mbajësh emrin Fidel dhe mos bësh të kyçishit sot. Si duket Zoti, sepse ta lidh emrin me rrugtimin. Ne jemi destino i fatit tonë. Kështu që ne emrin mua ma ka dhënë Xhaxhai, sepse Fidel do të thotë besnik në frëngjisht. Dhe është besnikëria, është virtyt i zonës së Skraparit. Jo se ka pa Fidel Castro dhe kishin një lloj shqiptare. S'ka lidhje. Fidel Castro është emër, por normalisht Fidel do të thotë besnik. Fidel Castro, mëse do të bëjmë Fidel Dëshevolli Kennedy. Mi pra, ka qenë dhe Fidel Castro. Fidel Castro ka dhe Fidelat të tjerë, nuk është vetëm ajo, po unë du të them që emër vjen nga fjala besnik. Fidel do të thotë besnik. Zona Skraparit virtytin kryesor që ka, përveç mikpritjes, dashurisë, respektit, ka dhe besnikërinë që po të thonë mik, ata nuk duan dinë se jem me ballin, jem me partin apo më kishe, të hapin derën e shtëpisë, të respektojnë dhe mikun e vënë në kryet buxhak. Do kuptua, ju përgjigje me njëherë ftesës sonë. Kuptim që po. Duke lidhur pak pozicionin e tanishëm si presidenti i Komitetit Olimpik me disa
nostalgjira të së shkuarës. Në vitin 72, Ymer Pampuri mori medalje olimpike në Munich. Jo të certifikuar, por në një farë mënyrë një lloj medalje. A e kujtoni ata, a bëni do në një lidhje me pozicionin tuaj? A ka kjo në një, ju sjell në një dëshirë për pasur arritje të tilla në të Në tashmen? 72-shin unë sa kisha filluar sportin, 10 vjeç ishte nga së kohë. isha Ku jetoni të si kisha Tiranë? mbushur, unë në Tiranë kam jetuar këtu tek Zoguzi mbrapa gjimnazit Qemal Stafa. Po shkollën? Aty jam lindur, ke shkolla San Vogli. Asan vogël. Aty jam lindur, aty jam rritur deri vonë. Afër Brakës. Afër Brakës. Jo, po ne kishim këtu që përkiste ke rruga Durrësit te kryqëzimi. Kështë dali direkt të rrugë Te Minepeza, po direkt aty, mbrapa gjimnazit Qemal Stafa. Edhe në ato vite unë Ymer Pampurin e shikoja sepse palestra e peshngritjes ishte këtu, palestra e mundjes ishin këtu. Edhe trajnerin e tij shikoja që bënte stërvitje. Dhe në ato vite unë më kujtohet edhe Olimpiada, Ymer Pampuri nuk ka dalë kampion olimpik. Ka fituar një nga dy garat. Ai ka fituar një medalje si kampion bote në stilin e forcës. Pra, në 72-shin, në Olimpiadën e 72-shit, bësh dhe kampionat botëror dhe Olimpiadë. Dhe nuk kanë qenë si tani, që kanë qenë dy stile dhe mblidheshin dy stile dhe dilte dy garshi kush merr medaljen e artë. Atëherë kanë qenë 3 stile. Një nga këto 3 stile ka qenë stili i forcës, që ti në momenti që e ngre në fut në gjoks, dhe nga gjoksi nuk e shtyn lart, po duhet ta shtysh me forcë, do ta ngresh kështu. Ky lloj stili në 72-shin, ky u bë kampion bote dhe rekordmeni përjetshëm sa atë vit u hoq ky stil sepse dëmton të shtyllën kurizore. Dhe këtë e di, për këtë e di, Pra, për këtë mund ta nuk ishe konfirmoj. shtytje kështu, po të riqe kështu dhe tek deformuar shtylla dhe u hoq. Mirë, i thosha vërtet se edhe në Ai listën ka e tabelës dalë- medaljeve Shqipëria deri tani që u mor medaljet e para këtë vit, nuk Ishim ka pas. zero, ne ishim Zero zero. medalje. Pra, Turpi Zotit, me ai thënë ka drejtën. dalë në Olimpiadë në vendin e 9, në renditje, ka dalë kampion bote në stilin e forcës në një garë. Ne, dikush ka thënë O Fidel, po jepin televizion atë Olimpiada? Si e mësoni ty ç'a ndodhte? Se sot ti ke dhe kanal tëndin, kur them tëndin, Komiteti Olimpik. Po komiteti yt është tani, mos bëjmë tani sikur e vështirë ishte, atëherë ishte vetëm radio televizioni publik, vite gazeta pas ka qepte në i lajm, gazetat kur vinte zëri Etje e madhe populli, do të qenë për një informacion. etje e jashtëzakonshme. Po që unë nuk i lexoja. Nuk i lexoja gazetat. Fidel, se po gazetat- në atë periudhë neve dy Olimpiadat s'morëm pjesë fare, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as në Bashkimin Sovjetik. A dini të keqardhi që sistemi na privonte në sport edhe në sportet tjera na ka privuar. Është e tmerrshme, për shembull, unë të them vetëm një fakt. Në kohën që unë kam bërë sport, kur isha që në moshën po flas 18 vjeç, dhe deri në 28 vjeç, që unë kam lënë shumë i ri, se u bllokuan rrugët jashtë shtetit, kanë qenë 3 ekipe kombëtare, që unë për shembull, kur bënte profesor Ylli Agolli, na bënte testet, në çdo sport ka testet e veta për të parë performancën. Pa. Ka teste në kërcim slarti, në kërcim zgjati, në hedhje në 800, në 100, pastaj ka hedhje me kukulla, që ti për shembull në 1 minutë duhet për 10 sekonda ta hedhësh maksimalisht që të shkojë, do më thënë, acidi laktik në gjak të punoj, mos kesh oksigjen, dhe pastaj në 50 sekonda ta hedhësh O ku ishte të 10 merri herë. tani? Dhe ti kur të shikoje, kur të mbaroje këtë lloj testi, unë dhe Kadri Nuri, na thoshe profesor Ylli, thoshte, testet që jeni ju janë testet si ka një kampion bote. Do më dhe ne stërviteshim shumë, 3 herë në ditë, ka pasur mundja sportista të jashtëzakonshëm. Pa fundi, Lias Guri ka dali 6 Pse jo mundjes njërë, pse mundje? Se kur Se je është 10 vjeç, sporti traditës. tani, deri tani tradita. Edhe unë kam qenë mundje, di ti. Po, e di, e dukesh. Kur je 10 vjeç, ti she futboll, she basketboll, she volejboll. Tani, Me drejt. ti ke të drejt, unë po Pra. ti të thush pse mundja. Pse mundja? E di pse mundja? Unë, biznesmen dhe sportist jam bërë aksidentalisht. Që do të thot, babai im, si çdo prim, që do t'ja mbushi kohën e lirë
fëmijës ti që mos dilte në rrugë, më kishte çuar në Pallat Pionerit në rrethin e Trompës. Pallat Pionerit aty Pallat Pionerit ku është ke Mileniumi. Mu aty Mileniumi. ku ka qenë Biles, ka qenë shtëpia Zogut aty dhe në katë tret ne kemi pas një Dimitër Gjergji që ishte kornist në opera, nuk e di jeton Po, ka më qenë apo jo. moda, bënin dhe një vegël muzikore dhe një Po, sport. Ishte kështu. dhe ne, unë kam qenë një nga trompistët më të mirë, kam bërë 4 vjet i kam rënë trompës, por gjatë kohës që unë isha fëmijë që në klasë 5 që isha hyrë në trompë, unë kam qenë fëmijë shumë i shkathët, djali vetëm me 3 motra, por isha shumë i shkathët dhe luaja shumë sport. Unë bëja dhe gjimnastik mirë, dhe pipong kishim një këshu, shumë sportësh, bëja dhe notë mirë, më pëlqente dhe doja sportin. Ishe sportist i mirëfillt në kuptimin e Po, më fjalës. pëlqente, po se mendoja se do bësha në herë mundës. Dhe duke luajtur futboll, dhe futboll kam pas luajt mirë, duke luajtur futboll të shkolla San Vogli, ka qenë një drejtori policisë të Tirana, i përgjithshëm Tan Didi, qofse e kujtoni, ka qenë shoku im i klasës. Didi, po. Po, Tan Didi, po, zonës shumë i mirë. Kone Nanos ka qenë drejtor policie, më duket. Po, djalë shumë i mirë dhe duke luajtur futboll, ky më gjun me shkel. Ky më gjun me shkel, mund çoj me afuta ngrusht. Të keq. Unë kam qenë, nuk e hapja rrugën njeriut, kam qenë fëmijë që nuk e bie njeri në qap, por gjyshja ime nga babi nuk duronte dot që të më thoshe mu, po të më bjente në një fëmijë mua, të më godisë me shpull, nuk do të më qithë, më thonë, po të ranë bjeri. Pra nuk më thoshte, mos është gabim, po të më ranë bjeri. Nuk ishte sistemin e Jezu Krishtit që t'i kthesh faqe tjetër. Ajo më kishe edukuar dhe jo mama e ime, për gjyshen time unë vdisja, për gjyshen e bak, kisha dhe të mamit që jeton të në skrapar. Dhe ne zihemi me grushta, një djalë me i madh, për parim Qela që sot është në Amerikë, kishte hyrë në mundje, prej kohës dhe thotë, mos u zini këtu, hajde ne shkojmë ke parku Gjatomit. Sa e bukur. Zgjidha me rregulla. Shkojmë te parku Gjatomit palestër, se harroj si tani Gim Gordoni dhe i ka ndruar jeta i Gjatë rrugës së trajnerit. Sharrit të bonit. Jo, ishim shok klasë më. Nuk është se ishim me klasë, ishim shok, po më radhe momenti. Po, pra. Unë zdurova, ja futa në grush, a i na hyrin mes, shkum aty ke klubi tjera, ke parku Gjatomit, dhe klubi i 17 nëndorit në atë kohë. Futemi ne dhe unë i thota, i kam sjell ta 2 çuna, tha, se u zi dhe shiko tha kush është me i forti. Na fut na i kështu, bie birbilit kjo dhe unë i bëj një krah qaf atit, kështu në mënyrë instiktive dhe e vej, e fluturoj. Mundës i talentuar. Stop, më tha mu i trajneri, tha, kush ta kam mësu ti këtë? Të shumë asgjëri, hajde nese më thamu, këtu ke Shaba ishte magazinjeri i klubit Tiranës, të marrësh materialet tha dhe të fillosh mundje. Po duhet ja dish shpërndar shokut. Po pra, dhe tani, mirë kjo, dhe Gjë e keq që nuk vjen për shkojnë të Shaba, marrë materialet, një fëmijë 10 vjeç tani, imagjinoti tani, shkojnë shtëpi me çantë sporti, me atlete, me tuta, i mbaj mend si tani. Dhe më thotë mamaja, që ke këto? I thash, unë kam mirë mundje. Mundje të vrau ty tet, më tha mu, djali vetëm ti tha mundës ta. Në asë mënyrë, shef babi, që ke këto? I thash, unë jam klasë sportive, gënjeva. Babaj ka qenë mësues, ka qenë shumë autoritar. Shumë i mirë, për shumë autoritar. Edhe unë, që bëja mos ja prishja prindërve, bëja dhe trompën 3 herë në javë dhe mundjen 3 herë në javë. Se kur je fëmijë 3 herë në javë bëhet stërvitje. Edhe kisha gjithë javën të mbushur. Edhe i thash jam në atletik dhe shkoja në mundje. Mbas 1 vit e gjysmë, pa bërë 2 vjet, bëhet kampionati kombëtar në Tiranë. Do të marrësh pjesë më, do të deklarohesh. Atje. Si do gënjej. Dhe unë në peshën 32 kg, kalama, peshë parë, mundësi më i mirë e aktivitetit. I rafa gjithë me sekonda. Dhe latë grillo raf me të past, jep për kampionatin, rubrik sportive dhe thot Fidel Hylli, kampion kombëtar, mund si më i mirë aktivitetit. Dhe një shok i babës tim laj, thot, hajde urime për djalin dhe të ishte bërë kampion. Kampion më djali, se ja fut kot kjo. Edhe nuk e kuptoj babaj. Mas 1 viti tjetër, unë dalë prap kampion, dhe motra ime madhe, Lida, i shef 2 diplomat e mija ke robët atje brenda dhe i merë dhe shefi Fidel Hylli, kampion kombëtar, dhe urime, thot se që ka bërë djali, thot mundës. Të gënjesh për të mirën. Në këtë kohë, pastaj vjesë harroj si tani Muarrem Sinojmeri, shefi i klubit, ka qenë bursori, bashkë me Beqir Ademin, vinë në shtëpi, se unë isha konfirmuar, edhe babaj her pas herë më të impresion, por e nga mësimet nuk do ikësh më në sport. Kështu ishte... Kjo puna e prindrit dhe mësimit edhe sportit, Gjergji Muzaka,
që u bë futbollist shumë i rëndësishëm. Kur ishte 12 vjeç, 13 vjeç, atëherë ashtu fillonte futbolli. Tani filloi që 5-6 vjeç. Jati nuk donte që të bëj futbollist, jati ne kishte intelektual. Dhe shkonte në çeftas, lutë futboll. Po nuk fliste, pas 2 vitesh gjej lutë po atë nerve, se ku do merreshin vesh prindrit atëherë, s'kishte mos i thotë jati. Atë shkurin e ke thot. Ja, identik, si histori. E gjë shkruaj ti thot. Por edhe Gjergji do të kishte mori vesh. Dhe kur pa diplomat e mia aty u habit. Edhe unë ruaj me shumë nostalgji atë periudhën. Jam marrë shumë pak me mundje. Se përndesh apo i ke fituar në tavolinë? Me të ndjerin Abedin Dame. Abedini ka qenë një nga mundësa. Dhe gjej rastin për ta kujtuar me respekt. Absolut. Qim Spaiu, Abedin Lame, edhe Abedini u bë Stefan Generali, Abedini, Mark Curi, Piero Kokolari. Po kush u bë biznesmen që ishte edhe me tanën e topit? Të garrisi këtyre. Vajdini. Vajdini, po. Vajdini ishte mbrapa. Ishte mundës Vajdini? Po, edhe shumë i mirë, edhe kampion. Biznesmen, apo jo? Po, po biznesmen, siç u bën gjithë mundësat biznesmen, sepse mundja të gjithë e kanë kujtuar si një sport të rëndom të dorës 2, po sporti mundi si sport që do intelekt. Intelekt pra do taktik. Nuk do forcë, do mendje, sepse ke veprimin e të gjithën e sekondës si do veprosh apo do kundërveprosh mund të jesh dhe në ajër. I shohim që gjërat nga një këndvështrim tjetër. Në vitin 2000, ka qenë shtatori i vitit 2000. Ti vin kishte ik. Po, vini ka ik në Amerikë 99. Vitin e 4 gjimnaz e bëri në Amerikë si exchange student, dhe atje bëri universitetin, gdetëm. Një pjesë ikën, një pjesë ndetëm. Dhe Edi Rama shfaqet në realitetin shqiptar me atë prepotencën e vetë pozitive. Ne ishim gjithë fansat ati tani. Që 98-ën, më mend një ndeshje 99 Shqipëri ka qenë stadium e lau, stadiumin e Lyu, vuri flamujt vegjël, domethënë kështu. Por mori një vendim shumë të mirë për ne, por të keq për disa. Prishi Parku Rinia. E riktheu Parku Rinia në gjendjen e mëparshme. Ky vendimin e na gëzoi normalisht, gjithë shkuam e votuam atje etj. Por Fideli ishte një nga ata që u humbi në thonjza biznesin e tij, apo jo? Sepse për ata që akoma nuk e din, që do të ketë shumë pak, Fideli ka qenë pronar i Bar Westit, bar i famshëm i cili ishte pastaj në çdo revistë, klan etj, kur ishin gazetari intelektualët. Si the, çfarë the Edi Ramës kur tha që do prishin Parkun Rinia? Çfarë kërkove në këmbim? Shikoj, besoj, aty pinte kafe. Historia e Parkut Rinia. Pinte konjakun falas? Edi Rama pi vetëm kafe të shkurtër dhe ujë pa gaz. Nuk pi alkool, po e di mirë, se unë një gjimë që 15 vjeç bashkë kemi qenë sportista të dy, kemi qenë që fëmijë, ke shkolla. Po si djes pas tani më çoku e pinte në i got konjak më shumë. Dhe ky e pi në i got verë, kur është me në i dark me miq. Pastor na thuj tash Fidel. Kur është në i dark me miq e pi në i got verë. Jo se janë 32.000 euro se i budallik. Por nuk ka qef pije, nuk është tip që nuk do të dehet. Por nuk pi, se ti jesh në punë gjithë ditën. S'mundet të pish dot. Nuk pi dot presidenti i Komitetit Olimpik se është gjithë ditën me takimet, vjen erë, kush shikon, dhe të se gjumin drek, të se sheqeri. Kështu e para që se ka natyrë pijen, plus pozicioni që ke, e ke të pamundur të pish, jam dakord. S'pi dot, do pish kur ke në i darkë që të vinë në i një dorë. Dhe maksimumi një gotë verë të kuqe. Ose të Parku Rinia. Ti kishe zënë këndin që është atje ku i ke pas këndin. Tani, unë nuk është se kisha zënë këndin, historia Parkut Rinia ishte kjo. Do përta, unë punoja me kryeministrin Meksin atë ko, mersha 9.000 lek, që i thonë $9 sot. 9 lek vjetra? Të vjetra. Vjetra, 9.000 lek. Të vjetra. Qa mund të bëjnë 93 me 9.000 lek? Dhe ishe 92. Dhe ishin pa liberalizuar rrogat. Puna ishte, do më Meksi ishte, si me pas të i gjesh kryeministër, më donte, më respektonte, intelektual, mik i familjes Ylajve. Ka mik djalin, Endrin tani dhe është? Me xhaxhallarte mik, shemisinjën atje, dhe unë normalisht, t'jemi sinqert, isha me Gramozin, sepse Gramozi ishte miku im i shtëpisë, që hyja dilja në shtëpinë Gramozit dhe kur filloi qeveria stabilitetit. Por ti kur qeni vogël, qeni po dëna me pasën të njëjtë tani. I ri. Jo në 90-ën, me këtë. Shiko, ne kemi qenë që ky vend duhet fillonte demokraci. Dhe kemi qenë me Partinë Demokratike. Vendime të rëndësishme ju. Herë me komunistët, herë me vendin. Ne kemi qenë me Partinë Demokratike që ky vend të ndryshonte dhe ajo ka mos hart kur. Dakord? Dakord jam. S'ka lidhje fare dhe baba im që ishte gjallë, thoshe mos hart kur kjo kohë. Po këtë përdej është ku një komunist atë?
KPD-ja se si ndryshoi rrota historisë, kështu ndryshoi dhe Enver Hoxha. I futin lojë të gjithë, do bëjmë një vend, do hame, do pim me Luk Floriri dhe pastaj dha Luk Gelumini. Shu që kjo historia do vi koha do të tregohet e vërteta se si është. Themi te Baruesti. Te Baruesti. Si të shkoj, si e patë vizionin që të zije cornerin më të rëndësishëm të Parkut Rinia. Tani nuk ishte vizioni. Unë thash punoja me kryeministrin dhe një burrë motre, Aleksi që ka ndruar jetë, kishte një gocë Gjaje që punonte në Bashkitë Urbanistika. Po, Bashkitë Tiranës. Në Bashkitë Tiranës ishte kryetar bashkia Salik Elmendi. Pas 92-shit. Po, pas 92-shit. Dhe Leksi kishte marrë një leje kioske kur del nga rrugë Durrësit, pa dalë te Zoguzi, që janë ky pallati këtu, mund ka të parë, kishte marrë një leje aty dhe piqte kafe. Merte kafe, si që bënde dhe tani tohë, bënde Michel dhe shiste, edhe për familje dhe për lokalet. Edhe më thot mua, mos u fry shumë, thot me kollare, më thot mua tani. Ky thot, se copi e thot, 9.000 lekë rrog merë, thot. Shko atje ke bashkia, thot. Ti ndërkom Vatikane me Bill Clinton. Unë hyre, dilë unë në për... Kunatit djegi që. Edhe thot, mere një kios, thot, mere një leje, thot, aty ta kesh një kios se si dihet jetës, se si të vjerë. Shumë i mënqër. Pa, e vërtetë. Unë të më thoshe në kone Meksit, ke 2 firma ndërtimi, ke 5 lokale, do zgjidhsha Meksin. Ti ishe shoqëruesi i parë i Meksit. Unë isha kryetari i grupit shoqërimit të kryeministrit që kisha shtëpi të zyrat, vilat, ku ishin gjithë, unë isha në krye. Dhe isha njeriu më i afër i tij, nuk ishte punë. Ishte vërtet që është ai që but sa thonë? Meksi është i jashtëzakonshëm. Ma beso këtë që të them. Intelektual si Meksi do ketë pak Shqipëria në vitet që do vinë. I but, i mençur, i mirë, demokrat, intelektual, arkeolog, me gjutë huja, familjar i mirë. Do në Meksi kishe virtytet e një burri shteti. Pavarësisht se i qelloi një situatë e vështirë në ato vite. Po, se me Berisha nuk bë për burr shteti, por karakteri i tij ishte i jashtëzakonshëm. Themi te kjo ska. Kështu që në atë kohë unë vajta në Bashkinë e Tiranës, bëra një aplikim dhe jepeshin, jo mua për nder, po në atë kohë për të stimuluar biznesin e vogël jepeshin disa leje provizore 1 vjeçare. 1 vjeçare. 1 vjeçare. Edhe ti e merr shkollën kioskën dhe vesh. Dhe unë vajta Sa kushtonte kioska? Prit, vajta atje mora lejen, atje dhe kisha lejen në xhep. Në një të kohë isha te kryeministri. Dia korrespondoi edhe me vendin? Edhe me vendin. Pra si sot pra, qafi kohë për ndërtimi. Bëra një, pra në atë kohë ishin vend disa kioskat e Parku Rinias, ishte ime e para. Ishte vend Barjuna, ishte vend Stili. Se Juna është më para te? Para. Në fillim mu ke qoshe Ministrisë Mbrojtjes të fundi bulevardit. Ka qenë duke dhe dyta Bar Amerika. Lady Diana ka qenë. Ishte Bigji. Bar Amerika ka qenë përballë piramidës. Ore Bigji, lërë Bar Amerika që ka qenë futbollisti Tiranës. Bigji balerina. Bigji balerina. Ka pas kiosk, ka qenë Skënder Axhau, ka pas Stilin, kanë qenë disa lokale. Atje ka qenë elita. Si u arrit të bë Westi pika e grumbullimit gjithë intelektit kohës. Po pra, tani, puna që unë punoja me kryeministrin, kishte kontakte me gazetarë. Rjeti, sepse donin të marrnin intervista kryeministrit. Donin të dinin lajmin. Tjetra, vinin pa fund ministra, deputet, zvënsministra, ambasador që vinin për të taku kryeministrin. Kanë parë dhe që të kanë dëgjuar. Po pra, në atë kontekst. Të kanë parë dhe kanë dëgjuar, sepse unë rria kur vinin ministrat mu më gjeni zyrë të kryeministrit. Unë doja të hikej, ndoshe rri këtuti se ti e miku im. Genc Rulli ishe ministre financave, ishe shoku im, si ishe Kunati Gramozit. Dhe shumë ministra tjere, Gjepuka, që kanë qenë të jashtëzakonshëm. Çfarë personalitetesh? Kanë qenë figura të jashtëzakonshëm. Sa ngjelit edhe më vonë. Caci ka qenë pastaj, kanë qenë ke pas periklitetin. Kanë qenë mbrapa këta. Ta kanë qenë kur unë kisha ikur nga puna. Po flasim për 91-94. Sa Baruesin çfarë vite ka hapur? Unë e kam hapur në fillimin e 94-s. E kam marrë lejen në 93-shin dhe në fillim në 94 fillova punë. Ka qenë botror atëherë, keni para aty. Fillim të 94-s e kam hapur. Dhe tani duke pasur gjithë të njohje me gazetar, me politikan, me ministra, me deputet,
dhe me aktor, ku Bujar Lako ishte miku im, Qim Gjepa ishte miku im. Vinin gjithë atyre. Drejtori Kinostudios Tit Beci ishte shoku dhe miku im. Tor Pustina, Mont Bargjaku. Të një kujtova. Baruesti ka qenë Baruesti dhe Mariela. Mariela ka qenë më poshtë dhe Tit Beci rinte aty se sekretarja Tit Becit ishte pronare Marielës. Zihet një ditë i shoqi i saj me kamarier bërë një sherrë dhe ne sa kishim hapur. Dhe vjen Bujar Lako, Qim Gjepa, Tit Beci dhe vinë futen ke lokalion. Franco Kjortaku im kishe të bënte me nusën e Bujar Lakos. Edhe flasin këta dhe unë ja bëj Franco me zy, qoj nga i dopje whisky. Dhe ata nga i moment që hynë ke Baruesti e lanë Marielën, mlodhën gjithë aktorët e tjerë, të gjithë fotografët e tjerë, gjithë gazetarët e tjerë, dhe Baruesti u bëj famshëm, jo vetëm për vëndë. Po nga sporti kush vinte nga sport? Neptuni vinte të një këndavës? Vinte, edhe Neptuni ka pasardhur. Edhe Afizi më vonë? Edhe Astriti ka pasardhur. Astriti unë e kam mirë të vjetë, ka pasardhur. Po si jo, se unë... Po Miqo, vinte Misha, ja, me ata rinjë të zgriqë stadiumit. Jo, Astriti vinte, Basme Serdedin vinte, Neptun Bajko vinte, vini dhe pjesë e futbol dhe sportit vinte, se ishin shokë të mirë. Shqiptari që shumë e shqiptuar, po të të bëjmë, sa lek fitoj atëre, Fidel. Shko, t'jem realist, Baruesti... Pyta dytë është ku i këshi lekët? Baruesti bënte 2000 kafe në ditë. Nuk besoj që mund të ketë në një lokal sot në Shqipëri që të bëjt 2000 kafe në ditë. Pse vinin 500-600 njerëz dhe pishin nga 2 karë kafe në ditë? Na 10 kafe në ditë. Vetëm kafe, pra tani i topit, pra kafe në unë e merja ke burri motrës tim. A i prodhon të kafen? A i prodhon të kafen. Ekspresin ma kështë dhe ndikush tjetër. Filloj një moment tani kulmi i punës. Ore me ujë si adili, apo s'pishin ujë ata? Jo, me ujë, pa tjetër. Dhe në një moment tani prishesh ekspresit të merë, ora 5 mazdi lokale, ty të prishesh sa dje teknikun. Ma vjen tani topit se arroj si tani me bishtalet. Se tani kështë fillu atërë në 95? Kishë fillu prodhon të kafe për lokalet me bishtalet. Edhe më vjen tani, më thot, më njifshin tanin, sepse Vjolca, që tani ishte i martuar, ka qenë gjimnaste, ka qenë shoqja ime ke klubi Tiranë, ka qenë kampion e gjimnastik, ka qenë yll e bukur. Dhe vjen tani, më thot, më Fidel, a ke mundësi, më thot, mund të marrësh të kafen time? I thashun, po unë e marrë të motra ime, ke buri motrës ta. Unë e di, tha, por unë të marrë përsi për një gjitha, të bi ekspresin e ritha, të bi filxanët, tha, dhe ty nuk do të prishet kur si shte shprishur sot. Qarë luksi. Tani sa vitë nuk fole me Kunatin. Prita një dhe, s'fola me Kunatin një vit e gjysë. Si ti nuk e merë kafen ke motra jote, po i thash, Lex, i thash, tani, motra, unë po t'jap 1 milion lek të muj. Sa që jepshi 1 milion lek? Po t'i falë, më le tani, i thash unë bëj biznes, sepse mu më shprish ajo, ti më t'jap kafen, po ekspresi, kusht më regulloj? Kështu fillua gritit e pare realitetin shqiptare. Dhe tani i topit thoshte, atë që ka bërë Fidel Ylli, nuk ka përëndit e bëj, nuk ja mori motrës vetë, dhe më respektoj mua, dhe i shqitësha unë 20-30 kile kafe në ditë, më këshu po të më të këshu, pa fund. A kupton? Ato edhe 20 lekshat, 50 lekshat ka qenë ato atërë. Vaj dini ti mërësha birën, se kishin një birë dhe ata që e këshin... Sa vite në iti Baruesti? Baruesti ka qenë nga 94 dhe në vitin 2002. Po e mbyllë në 97-ën sa e mbyllë, apo se mbyllë asë të ditë? Jo, su mbyllë, sa do që doni këta të mbyllë Iran me Kalashnikov, o Se Fidel... Iran me Kalash, e? Po, i vun zjarin e... Ka Sajles, e? Po. Se dole kundër Sajles t'i gjatë? Unë si dole kundër Sajles së njeri, po unë s'mund të përzeja Neri Tancekën, Gramos Pashkon, Beni Mamin, gjithë miqtë e mi që pini kafe t'i thoshon, dilni ju se jeni prish me Saliun. Tani që shkoni pa shkoni se në prapë, nuk ju në Për biznesin më prisha me Kunatin. Ata vinin pagunin legët, ishin klient, për shumë pa loka. Shoki im me i lagje, nga mi e dejta ke pite kafe jo. Si ti thoshu? Nëse mund Do Keko, Ilir Keko, unë i bëja festa gazetarve,
Pra, Dorë Kekos i jepsha çmimin e birrës, se ka pirë Çfarë 2 lloj pjari maune me kishe? birrë. Nuk ka mundësi më bure. Po, të tregoj fotot unë ty këtu. Pjar, Me Dorë Kekon, me arkat me birrë Dori. Qytetar deri, ka vënë Rama qytetar Se ke deri. den që spektakli bënim ne për festat e vitit të ri, shpërndanin çmime, këti $1.000, këti $500. Kush ishte pija më e çuditshme që ka pas pija aty për shembull? Kush e Aty pinte? pijesh, Konjak, whisky aty pijesh. konjak, Fernet, whisky dhe Sandër Pilo, që kishte bëri pastaj emigresin, po e kishte ke fusha zez në fillim, ai bënte, po të them unë ty, 2 milion lek xhiro çdo natë. Qa thua? Po. Ç'pini ju më? Ç'lloj malli pini? Gjin dhe rinte dhe më e bukur më kishte ardhur mua një djalë daja nga Skrapari, sepse ke Banaku duhet kishe njerëz sigurt. Para ditë kisha motrën, mas dite motrën e madhe, po, jo të të ma, motrën e madhe dhe pastaj kishe 2 çune xhaje. Një mas dite një kisha lënë për natën. Se u shkush dhe 4 mjesec? O, ata po them ty dhe se ke ide një 24 natë, orë hapur. hera parë që unë ikin shtëpi 11 darkës. Çka bër vakim, thot mamaja. Edhe nusja thot, çka bër vakim 11 darkës. Edhe kur në orën 11:30 telefoni, çuni dajes tim sa kishte ardhur nga Skrapari, nuk i njifte klientët dhe shokët e mi, aty se kush janë dhe qësi, dhe këta tani qohet Mon Laçi, Tos Baxhaku, Rafmet Past, Martin Leka, sa alkohol ka këto gishta. Gjitha gazetarët me Sander Pilon dhe qa ishin gjitha Kolballa, gjithë këta figurat e gazetarisë, mos harroj në emër, tani me këngë greke, duke pirë dhe duke thyrë gota dhe pjata. Ata nga qefi... Lokal vetë. Ata nga qefi thyrni këshu me këngë greke, Sander Pilo bëndë dhe gjiro, se në atë kohë sa për rregulloshin shtëpitë e para, për rregulloshin banjën, dhe ky shit plaka, sill ma une, dhe vitet darka tani, 2 milion lek gjiro. Ti thu, sa fitoj, 2 milion lek gjiro i bëndë vetëm ai. Këshu, atje thë, dhe merë këtë quni daj, janë sa gangstera, tha po thyn lokalin, më thot mua. Me Oki Tokyo. Jo, ma me Telefon shtëpie. telefoni i lokalit me telefon e shtëpis. Po pra, kështë bolinj, me fix. Edhe unë, me vrap, me tuta, unë makinën poshtë pallatit dhe vrap unë tani, aty shkojnë lokal. Ku qatë qikojën Mon Laçi, Tos Baxhaku, Arman Shkullaku, gjitha dhe mu merdi turp, kështu dhe si qyra në lokal, atje dhe hyra ke Banaku, gjëja si kur po kontrolloja, edhe ma bën Laçi sa rroj si tani bashkë me shkolla, e kena dhiqi, i thashu, qa keni bëmë, lokali është ju i merni, digjeni, i thashu, se e kom bërë për ju, ma morë dhe mu përdore dhe u mersha gotat e mijat lokali dhe i thyja dhe unë bashkë me këta. Kërce prifti nga velaj. Edhe të nesme, sjellin nga 4 komplete, me një kartolin, lokalit më të mirë në botë. Të më thonë, kjo ishe historia. Tani ku mund të shkonin ata ndryshe, kur aty gjeni siguri, nuk hynin as tipat të dyshimt, nuk hynin as rrugaq, nuk hynin as të fort, hynin vetëm intelektual, unë që rria kështu si që më shëfë sot në kollare, kështu, dhe sa i shikoja për shërgaj... Po ishe bodyguard vetë që... Dhe sa i shikoja kështu, i thosha, dil për jashtë, po të dil për jashtë se s'është për ty kilo, më shifshin mu kjo thosha, kjo qeka dhe garip edhe me kollare. Kjo s'ka më rëndësishme në vend. Nëse mund bëjmë një përmbledhje. Po, të pjesës parë. Një shkel na futi rastisht në sport. Po, e vërtet. Më pas, një leje ose Sedra Kunatit na bëri me një biznes. Na futi në biznes. Sedra, jo e Kunatit. E Kunatit në qizeka. Po do të regoj histori reale. Kunati ma dha, po nuk e fillova kur ma dha Kunati. Pra, Kunati e mora leje dhe e mbaja në gjep të tjetër. Edhe ai që ka po Facebookun njëri tjetër edhe ai. Po pra, ai e bëri, kështu që është historia, si unë zita. Kunati më tha, mere ta kesh, nuk tha bëjnë nesër. Dhe unë e mora leje në futa në gjep. Dhe një ditë shkoj ke pazari ri. Po shifsh atyre, po shikoj atyre. Po shikoja nuk e di se çdo bleja. Po ka peshko. Kur shoh një shokun tim të fëmirisë, Franco Gazhelin, që bëm kioskën bashkë. Që po të qofte. Ky tani gjithaj djalë simpatik, ne rrinim ke rrugë Durrësit, gjithë gocat e gjimnazit na shifshin, ne çunat, siç ishte koha visishim çik më ndryshe se të tjerë, të dy kështu të rregull, dhe ky kishte marrë një thes me kafe, e kishte vënë aty në mes dhe shiste kafe me peshore. Edhe unë si që, Franco, qa bëk shumë se na fliqe?
Edhe ky më thotë mu. I pas ke pas sa mure, Fidel. I pas ke pas sa mure. Unë me kollare tani, edhe imagjinote ky të shit kafe në rrugë. Edhe i thërë, qa bo me se na fli? Ma boni mu, fru ti me kollare, dhe se unë i fitoj 100.000 lek në ditë, më tha mu këtu. Pak ma futi i ku i. Ti me 9.000 lek rrok. Pra, unë 9.000 lek Në muaj. 9.000 lek në 30 lek muaj, dita. ky fitote 100.000 lek në ditë. Vetëm shkurta ishte çik buktë, si ishte vetëm shkurtë. 100.000 lek në ditë. Op, ai më nxiti. Dhe pastaj kur unë bëra një bisedë me kryeministin, i thash shiko, rroga është e vogël. Sado që u liberalizuan nga fundin 93-shëm. Edhe ca përfitime do të kesh pas normalisht, po nuk të dilnin. Mu bëj 20.000 lek, $20. Dhe kryeministri, kur i vinin delegacione, thoshe, disa lek merr ky shoqërusim, thoshe ka, unë marr gjysmën e këtit, se ishte një paradok, 6 muaj unë merrsha 2 fishin e kryeministit si rrok, se doli statusi ushtarakut. Absurditet. A kupton, ishin tmerra. Ju haheshit në mjerim me njëri tjetrin, se me ju mbledh të dyve Unë bashkë. doja ti çoja një nga një për të thënë, domethënë këto pikat kyçe, pak me humor, kuptohet që gjitha janë të aftësitë tua, por a është Bar Westi piknisja juaj për t'u bërë dhe ai politikani që unë përmenda në fillim? Pse emri West? Sportisti, biznesmeni, politikani? Shiko, njeriu e ka të destinuar fatin e vet. Ju më bët një pyetje në fillim bisedës dhe më thatë që a ka lidhje biznesi me familjen tuaj, që a u thash që familja ime ka qenë një familje biznesmenësh ndër të parët me dyqane në Selanik, në Katerini dhe në Stamboll që bën një rrugën e biznesit, me prona, me pyje, me bakti, me toka, që është një ndikim dhe se harroj babën tim kur bëra unë këtë kiosk e Bar Westi, i thash babu bëm dhe në me i proni. Jo, marr biri babës tha, sepse ti, tha, vjen nga një familje, tha, që kam pasur prona pa fund. Më kujtoheshin fjalët e babës. Po Bar Westi ka pas certifikat pronësie atëre, jo? Si që morë? Jo, ishin kioska përdorim. Kioska provizore një vjeçare. Rinovoheshin Po çdo pse e vit. burë emrin West? Emrin West sepse gjithmonë më pëlqente perëndimi. Oksidenti që thonin Më atëherë. pëlqente perëndimi. Koncert vitin 36. Ka ndikuar shumë burri i motrës tim Maleksi, i jati vet ka ardhur, ka lindur në Greqi dhe ka ardhur 12 vjeç nga Greqia këtu, nënën e kishte nga Bularati dhe në shtëpinë e tij uleshin perde dhe sharë sistemi nga mjesi deri në darkë. Dhe unë fëmijë 15 vjeç dëgjoja çfarë flitesh atje dhe vija në shtëpi edhe i shaja, i thosha babës tim. Edhe ky më thoshe, të kam mësuar ai greku ty, do të fusin në burg, ma bënde mua, mbyllë gojën, unë isha kalamar. Skuptoj, ai më fliste për fen, ai binte kitares, ai ishe piktor. Ai ishte ortodoks, po jo ortodoks, po ortodoks nga Bularati që nëna vetë për vend nuk fliste mirë shqip. Unë jam Bektashi. Bektashi. Tani, o Fidel, pak do prekim se dalim pak nga skeleta, po më shumë edhe për t'informu vinit që është i ri në këtë ambientin tonë sportit, po do ri shumë gjatë. Në vitin 2008, Fideli vendos të kandidoj për kryetar për Komitetin Olimpik Shqiptar. Për herë të parë, kishte bërë Armando duka një parzgjedhje me Kolagjin, me atë, si ka pasaj më se harrujem për herë? Mondagjin. Kishte bërë një parzgjedhje në 2006, dështuan si zgjedhje, pa strukturume, pa këto dhe, për herë të parë bëshin zgjedhje për herë të parë në sport. Pra kështë bërë duka në 2006, bëndë të Fideli kundër Esat Ademit. Me thënë drejtën, unë isha gazetar i atër, 25 vjeç, kam qenë 26, por më pëlqeu shumë si duel, se ishin dy mentalitete. Ta në leta thëmë mes nesh, Esati ishte mentaliteti i, po thoj se i PD-s, pra agresiv, pak vinte nga peshngritja, vinte nga Tropoja në Esati vetë? Shkodra në Esati? Musliman Shkodra. Musliman po njeri rënd. Edhe djali mirë. Po patjetër, po njeri rënd shumë. E nxitën. Fideli ishte, kërës Bar Westi, Gjona, Moderna, në kënej. Dhe ne ishim gazeta atëherë, dhe atëherë media ishte po ka që rëndësishme sa sot, më dhe më rëndësishme. Më shumë rëndësishme, se gazeta ishte shumë rëndësishme. Dhe unë isha shumë i ri, dhe unë isha drejtor, kësha Fatmir Mnerin. Fatmir kështë një marrëdhënie me Esatin, e kështë mik. I ka bërë një sponsorizim. Erdhi në gazetë dhe tha, Esat Ademin e ka sponsorizuar, tha, dhe duhet që gjatë kësaj kohë në fushat, të kemi një vëmendje ndaj Esatit. Një qasje pozitive. Por, tha, unë ty, vetëm ty, më tha Fatmir është shumë respekt mua, vetëm ty nuk të detyroj dot të mbash linjën tënde editorialiste. Ta në atë periudhë, kësa po kisha filluar të krijoja miqësi me Armando Dukën. Edhe me Shakon. Edhe isha një ditë për drejt me Shakon dhe me Armando, më isha i vogël. Por i thashun për zgjedhjet në komitet, ishte shumë të rëndësishme këto gjëra. Pra ti konsultohesh me njerëz në kënej. Armando si Armando më me kështu të pi duhan.
Ti burro bëjë dush më burr ti e di vetë ti çuni rrit tani nuk. Po unë mendoj tha që do ishte mirë të ishte Fideli. Ka votu për ty atë. Ka votu për mua bashkë me Gonin. Për ty ka votu. Bashkë me Agronin. Shako ka i donte, ishte shumë shok. Po Fideli burro. Fideli baba bu. Dhe shkrim takojmë, unë i takoj të dy në fakt. Kështu fliste që atëherë Shako? Atëherë më kej. Edhe unë i takoj të dy në fakt, edhe Satën dhe Fidelin, po Fideli me projekt të bukur për një Korç, për një fshat turistik Korça në Iknej. Fshat kështu me olimpik. Olimpik, me ski, me gjëra. E Sati kishte bërë një paçavure për plazhin të Buna, atë të liçenit Buna, se Sati nuk ishte i grafikës. E unë nuk morëm as i lek, s'ka dhënë as i lek atëherë. Për zotin, as i lek s'ka dhënë. As i lek, zero, pa lek. Pa lekën mbështeta dhe ka qenë njërë në faqet parë që unë bëra një editorial i thash pse do të jetë Fidel Ylli. Nuk kam pendu, pavarësisht se kam shumë kritika për presidentin që bën. Dhe Fatmir doli me Sata Demin me dy gishte sa. Demokracia brenda mediave. Faqe gazete. Ato zgjedhje u prishën. Fideli ja futi faktin Satit në procesin parazgjedhor, sepse loboi, dhe këtë vetë pak e kuptojnë, loboi që të ishte e drejta e votës sportistëve olimpik. Dëgjon? Kishte të drejtë në Paris, sportistët olimpikë ishin gjithë peshkric. Dhe sportisti nuk mund të ketë në mënyrë individuale të drejtë vote. Ja shtetet ka me përfaqësi për shembull. Ata bëjnë 10 peshkrica dhe zgjedhin presidentin peshkric. Por heqja e votës që Fideli loboi në komitet që t'ja ishte e padrejtë, sepse e drejta votës nuk ishte 6 muaj përpara, apo kam gabim Fidel? E ke totalisht gabim. Pa. Parimin e kishte të drejtë, teknikën e kishte të manipuluar. Do ta shpjegoj unë. Dhe për këtë jemi zënë në procesin të opqenëm. S'ka shpjegoj se ka i më të. Pra, parimi është okej. Sportisti nuk mund të ketë drejt vote, qoftë ky më i madhi dhe për nga pikpamje kështu intelektuale, por kjo mënyra se si këta vepruan binte në ndesh me statutin. E heqjes antarit, e zhubi rrëmuj aty, këto gjëra publiku si kuptonte fare, në omer shiko. Dhe shkum zgjedhje dhe Sati i prishi zgjedhjet. I prishi zgjedhjet sepse i humbi zgjedhjet. Me votë. Për presidentin olimpik votojnë federatat, janë 50 e kusur, tani nuk e di sa kanë qenë federata. Votojnë presidentat dhe sekretarët. Çfarë si ka? Votojnë atë 70 njerëz pra të deleguar. Dhe ai zgjedhjet i humbi. Dhe ai, unë e kam thënë Satit, ti edhe sikur sportistët e tu, apo jo, të kishin drejt vote, Fidelit ka parakaluar me vota. Pastaj të dy hoqën dorë nga ajo histori. Shiko si është historia e vërtet gjë, se ti e tregon një anë, por nuk është kështu tamam. Domethënë, ata donin që këto zgjedhje ti merrnin me çdo kusht. Dhe kishin hyrë dhe strukturat. Jo, unë doja ti merrsha me rregulla loje. Po, nuk doja me të fortë, jo. Unë isha antar komitetit 8 vjet dhe zvendës president ishte Genc Ruli. Sekretarin e manipulove stavrin tash. Prit pra një minutë tani se s'kishte çat manipulove, po tregoj historinë reale siç është. Pastaj ti tjerë si të vinë marë. Dhe përdor terma më të moderuar. Lobove, mbaroi mandatin presidenti që ishte Ysen Domi. Ishte anonim fares. Jo, ishte burri mirë. Burri mirë pa anonim pra për sportin pra. Jo, se ishte kryetar bashkie. Presidenti duhet të jetë në zyrë. Po patjetër, patjetër. Pa bim dakord. Ishte kryetar bashkie dhe s'mund ta bënte dhe kishte autoritetin sekretari. Sekretari nuk është i zgjedhur. Stavri. Pavarësisht se Stavri në atë kohë e kishte futur statut që ishte i zgjedhur, sekretari s'duhet zgjedhur. Duhet zgjedhur, po. Në komitet. Se bëhet me forcë presidenti. Po, pra, dhe s'ke se kërkon dot llogari. Dhe nëse tani unë i them tani Genc Rulit në mbledhje, Genci tha ti as vice president do të kandidosh ti. Jo, thot Genci, nuk dalun para te. Ti je nga sporti. Unë kam marrë t'ju suportoj, çat ke mundësi. 2008 ti. Po, dhe unë tani çat do t'i thoja asambles, shkova në Korç dhe shoh të Karakatinën këtu. Nuk e dia shef Ledio të lutën. E dini që do të pyesë. Harron ta përshëndesni fare Ledio. Ledio shpirt. Ledio. Ledio ke zgjedhur vetë është anonim, se po dole me figurë do t'i marrë gjithë pronat e Tiranës për shitje. Kjo është Karakatina që ka qenë. Prita shohim se më. Kjo këtu. Po e më po. Kjo këtu që nisin kohën e verë dhe unë vajta në Korç i thash, tu do bëj edhe shife tani këtë Karakatina këtu poshtë. Kjo është tani Karakatina këtu. Prita shohim. Pa e njëjta gjë. Se bëre ti këtë po hënë. Mirë, nuk e bëra unë bëra projektin. Pastaj edhe para ti bëri qeveria. Rëndësi ka mendja, puna është të kesh ide. Kush bën punë? Jo kush punon. Te Karakatina tani e bëra unë shumë bukur, e bëra me video, me të gjitha, futa një studio atelier 4, ban ftimi shokun tim, i thash duhet bëj gjë. Po, ta trafës, po. Çfarë do t'i tregoj unë?
Jo me kësha shok, Albani. Që do t'i tregojmë komunitetit po zgjedhim si president? Tash po zgjedh një qendër që të kenë mundësi ta aklimatizohen. Sepse Korça kishte mund të fusë edhe sportet dimrore. Po. Që ishin shumë të rëndësishme. Tani më vjen informacioni. Që po bëjshte nga buna. Jo, më vjen informacioni që zgjedhjet do prishen. Se ka sjell gjithë gangot e Shqipërisë, i ka sjell Kedera. Se i hoqet ti të drejtën Po lëre më se s'ka drejt, ka statutën, nuk ishin drejt sportistët. Po s'qe në statut. Ishte në statut. Jo. Sportisti olimpik ishte drejt vote, po. Jo. Po pra. Po ta them unë pra, ka mbrapa, s'kishin të drejt. Vetia ke heq 600 zgjedhjeve. Tani unë po të them. Lobove me Stavrin, jo ti, ja u që Stavri, se ti ishte do të gjë. Asnjëri më se s'më prishte dot vota një sportisti. Ishin 8. Po nuk votoj të sportistë, më, a jenë vete ti apo jo? Në parimja me ty? Po s'kësi ishte në statut? Po ishte më në statut. Po gjithë, vem një bas këtu? Vem një bas këtu? A mund të dëgjojmë të vërtetën tjetër? Ta them vetëm jo. E gjeta. Kur ishte vënë statuti, ne kishim një sportist olimpik. O zotëri, po nuk voton as i vend votës. Doti, e di pra është gabim, por ishte me statut gabim. Dhe e korrigjove me gabimin. Jo, s'është e vërtet. Të sfidoj. Një njeri më në qërë thotë që të gabosh është njerëzore, po ti mshosh gabimit, është njerëzore. Nuk ka qenë, Komisioni Sportistit është bërë mbrapa dhe pastaj mblidhen, se nuk është të thënë të mblidhen një sportistë, mblidhet një elit sportistësh, merret një rregullore si që kemi bërë ne nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, dhe një përfaqësues i sportistit ose 3, çfarë ka? Italia ka pas me 3. Është detyrim në asamble dhe 2 në bord ekzekutiv dhe 2 janë detyrim përfaqësojnë atje. Kaq. Na kjo s'ka gjë. Ja ta them unë. Kështu duhet bërë. Në atë kohë statuti thonte. Tani më dëgjoj mua tani se do të zbres poshtë me statutin. Jo, rrim lart. Tani hajt vazhdojmë. Statuti thonte. Mos e prish ritmin. Statuti thonte sportisti olimpik, tani hymritëm, sportisti olimpik ka të drejtë vote. Një gabim me brirë. I bërë në 2000 kur kishim një sportist. Do t'ju përshkrisja çojnë një 7 veta në olimpiadë dhe sa akademi e di pse kandidohej për zgjedhje, sepse shpresonte që merrte votat e 7 sportistëve. Do të premtoj do të sjell statutin. Okej, vazhdojmë. Nuk është kështu. Kam prirën dëgjoj Donte ti prishte sepse mendonte që kishte Partinë Demokratike, kishte dikë nga mbrapa që ekziste. Në 2008 ishte kulmi i pushtetit. Bëri gjën politike. Është e vërtet. Por fjala që unë thash që ne jemi destino i fatit tonë. Ka qenë më të fortë atëherë me gangstera. Po jo, si ja lash unë gangsterat, si ja lash këtë dera. Erdhën këtë dera si lash, nuk i lash unë. Si lash, po mu ka përdhe kongrese. Mua dhe si lanë me ju. Ta trima, tha, ne erdhëm, tha se na kanë dhënë sa lek, tha dhe ikën të. Dhe e sati ka marrë ka godit kutit pastaj. Dhe futi Klot Shalën. Po. Kloti ishte me ty? Jo, s'ishte me mu. Kloti ka dalë televizor. Po lërë për tani, më gjë mua tani se donte Kloti ta prishte, se prishi dot. Futi këtë mundësi që iku në Bullgari. Elis Guri dhe Elisi se prishi dot. Dhe Elisi, mbasi doli jashtë, i kishte dhënë $2.000 ky që kishte çuar një herë në Bullgari e Satademi tha, iko e Sati tha se ma more fytyrën tha para gjithë media dhe kërciti iku. Dhe në moment që iku Kloti, iku dhe Elisi filloi procesi. Filloi procesi Armand Duka, Goni, gjithë fillun duke votu. Delegatët. Kur i vajti emri peshngritjes me votu, ky mori letrat e komisioni, i mori me votu, në vajti ke kotiti, mori dhe thyu me kom. Po, kam qenë aty. Në këtë kohë tani unë mora informacion që asamblea do prishet dhe i fusi kamër të mqeft kandidatit nga mbrapa. Po, i fusin kamër në qeft nga mbrapa, i vjerinte një dikush nga mbrapa dhe shikonte celularin. Dhe në moment që po bëhesh votimi, ishin bërë një 25 vota, i vjen një mesazh nga zëvendës ministri asaj kohe, studja them emrin për çështje etike, dhe i thot, prishe asamblen se Fideli po fiton. Fiton, se i thoshte Fideli. A kupton? Se këta ledirat e kokshit nuk e thoni me zë, jo Fideli, ata që ishin, ore komisioni thonë unë kam mbajtur gazetari vogël, pse si thoni me zë këto emra tu i thosh? Se emri duhet thonë me zë. E ma mend që ata ishin të sati. Jo, po ishte vota e fshet. Ku numëroheshte më por? Po nuk ishin numëruar se u thy procesin mes. U thy në mes, më prandaj them unë ty që ti e di sigur janë numëruar votat. Kjo është kapur në kamerë. Kur janë numëruar votat, mbasi janë thyer, ka qenë rezultati në 30 vota,
ai ka pasur 4 vota, unë kam pas 26. Po më jam dakord. Në 30 vota... Nuk I bën ta aspekt eksportista. Po nuk u bë. Statutin e prishe. Si? Po nuk është ky Thelbi, nuk ka rëndësi. Thelbi është zgjedhje Kokshi kishte një tmet shumë të madhe. Shumë tmeta kishte pra. Që nuk e kishte ke komisioni sportistit, e kishte që 11 vet e kishin bërë para se të isha unë, 11 antar me titull individual. Pra, donte për shembull presidenti asaj kohë Stavri, 11 vet I kooptonte pa u votuar. Dhe këta ishin antar me drejt vote. Dhe këtu kishte drejt Armand Duka dhe disa federata që filloi sherri me Kokshin që si mundet një president të shkoj për të votuar kur rezultati është 11-0 pa fillu. Por, kjo gjë nuk po të shoqësh me para zgjedhjeve, se njëti statut thoshte që e drejta e votës ishte një vit përpara. Po prish për këtë. Po dakor, di më zemër që nuk prish për këtë. Po këtë e ndryshut ju. Dhe unë I thoja këtyre, ore, Fideli ka të drejtë, ky ka 11 peshkrica. Por këtyre 11-ve nuk ja hiq dot tani drejtën e votës. Nuk është kjo pra Thelbi tani më dëgjoj mua. Se statuti thoshte një vit para. S'ka qenë fare komisioni sportisti dhe s'kan pas drejt votojnë. Komisioni sportisti e bërë mbrapa. Tani unë po të them realitetin që 11-0 filloja unë me fitu pas se ishe një me që ishe zgjedhur bordi ekzekutiv. Ishte pa drejt, ishte pa ndershme. Kë mbështeste më shumë media në atë kohë në lidhje me këtë çështje? Nuk ka rëndësi kë mbështeste. Ishte pushteti media. Ja më ta them pushteti mediave. Fideli kishte intelektualët, me thënë drejtën. Çunat e rinj intelektuale, se është natyrë paqësore, natyrë që e njeh mendimin alternativ. E Sati ishte shumë I respektueshëm, unë çunë vetë kam pas mik ai periudhë kohë atëherë, e njihja. Është shumë I fjali burrës, por nuk e njeh mendimin alternativ. Nuk uleshet dot me Satin me bëj këtë bisedë. Se për çfarë desha unë si gazetar? Nuk e futi PD-ja Sali Berisha. E futën disa element që ky kishte sponsor I PD-s I deklaruar. Qofse unë isha I deklaruar si njeri opozitës e mbahesh opozita atje, por nuk isha antar I Partisë Socialiste. Ti ishe deputet atëherë ti? Jo. Unë jam bërë 2009-ën, mbasi mu thyn kutit. Unë isha biznesmen Allah, s'kishe lidhe me politikën fare. Të kulla, ke pas zyrën të dy të kulla. Fare, s'kishte lidhe. Edhe kjo tani ndodhi për një arsye. Edhe kjo e bezdiste atë. Plani ishte me Fidelin, se normal, Sandri me këtë ishte. Po topi ishte me mua. Topi tani me këtë ishte. Vetëm Fatmiri ishte me atë. Fatmiri miku im ishte, po kishte I detyrim nga që kishte sponsorizuar. Gazetën, jo Fatmiri. Intimiduese. Gazetën pra gazetën. Për këtë në atë situatë. situatë. Sponsor për gazetën dhe nese, kjo është një histori duhet harruar, se është një njollë e keqe për sportin, sepse kjo video mori rrugën në gjithë botën si model si mund të prishe një palë zgjedhje. Të thy kandidatit, të thy kutit me këmbë. Tani bën zgjedhje ti Fidel? Kush? Ti, kush unë? Unë I bëj live zgjedhjet. Kur ke bën zgjedhje për të fundit ti? Para në prill. Kë kishte kundërshtar ti? S'kisha. Po si mund të vish ti thjesht kundërshtar kur shikon që presidenti I Komitetit Olimpik ka lënë biznesin, ka lënë kohën, ka lënë Amerikën, ka lënë familje, ka lënë dhe nga mjesi deri ta arrin Komiteti Olimpik. O Fidel, mos I bëj se ka shpenzime. Do isha I lumtur. Pse nuk mund t'ja mohosh ti pasionin. Zgjedhje. Pa isha ma zgjedhje. Jo. Ta heqë zgjedhje tu atë. Po s'jam unë I vetëm bëj për komitetin pra. Presidenti I Komitetit Olimpik Evropian ishte kandidaturë vetme. Tani, pse? A e pengon kandidaturën alternative? Në zgjedhjet e para, kisha unë kandidat. S'është faj problemi kujt është? Problemi kujt është? Në 2021, kur u zgjodha unë, kisha... Që bërë shumë I që zgjodhë. Kisha, përveç kandidaturës time, kisha zvënds presidentin aktual Vojo Malo, kisha dhe presidentin e mundjes Martin Biba. Martin ke pas kundërshtar ti? Po, 3 kandidatura. Sa vota mori Martini? Dhe unë mora 22 vota, Voja mori 12, Martini mori 4. Nëndër ka për t'i pari Vali o t'jashëm 60 vota. Je fiksi Armando Duka. 11 Rita Lili, 20 Bashkim Fino. Jeni të dy njësaj. Po më mirë, tani qa të bëj unë të marë kandidat, t'i marë t'i fusë formalisht, si që bëri Rama me atë Maqo Lakroj që jetë të makinë dhe... Pani nësë duhet jemi... Si dha makinëve të vetë. Na makinë, na dhe për fushet e kam kandidat. Pani në duhet jemi realist. Unë panoj të vish do kandidatur. Ku ta gjejat më dilte dikush? Qep të bagre, ke qep. Unë vdes, se kjo është...
që të dalim ke kjo dhe këto zgjedhje pastaj, kur u prishën, Ministria e Arsimit organizoi zgjedhje që të fitonte Esati. Dhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, po i bëri presion gjithë federata, firmosi për të bërë zgjedhje. Vjen një letër nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, tha, ne nuk i njohim të zgjedhje, qofse ju bëni zgjedhje, flamuri i Shqipërisë harrohet në Do Lozan. me konsensus, pastaj ish Dhe mbas 3 muajsh, erdhën ata për të bërë zgjedhje. Dhe më vinë mua, Stavri, Ceni, Flop Dilave, gjithë antarët, më thonë mua, hajde thanë se i e kandidati vetëm, se ky u përjashtua, se kjo këtë i, thashën, jo. Pari val skapu. Jo, nuk dua t'jem, thash, derisa mu s'më do kryeministri, nuk më do qeveria, ta mbajun sportin peng, t'jem, ky është post honorific. Kjo që thoi ti që parë vinoj, Bardhëna e mirë që kameramën më të ndihmoj sport. Për çfarë të duhem unë t'jem unë president, kur qeverias do më japi buxhete, do mbaj sportin peng, sa për djeni unë lash biznesin, lash kullën ke plaza, që isha aksioner bashkë me Beharin, sepse në moment që hyra politikës kishim marrë lejen, e i them Behar. Që që atër është marrë leja placës? Po, 2005. Po, u mor leje, dhe i them Behar, sa të filloj të sulmoj Sali Berisha, do më thush, o Fidel, për në prish biznesin, jepni paret e mia, mbajnë me Vasilin Kullo, unë do iki që të ruaj misin me ju. Ky jam unë. Nuk e vëk të ndryshim. Unë s'kisha konflikt interesit ti isha aksioner ke plaza. Isha 50% me Beharin. Titi dhe Gagna. Unë thash, jo, këta do t'i sulmoj qeveria dhe do më thonë mua po na e bën ti. Po si shbën Berisha nga to. Dhe unë, si gentleman, thash, mbajni kullën, mi jepni lekët kur t'i keni, po iki të shoh punët e mia. Edhe puna kësaj, si ti isha unë presidenti i Komitetit Olimpik, kur qeveria s'më donte, ministria s'më donte, edhe kisha mediat, kisha ty. Qa do i bëja sportit? Kështu që Zoti është i madh dhe thot, tani nuk është koha jote ti jesh president. Bëri mirë ky, jo çdo e keqe vjen për keq. Dhe jo çdo e mirë vjen për mirë. Pra kjo e keqe e momentit mu merdi për mirë, u bëra deputet, hyra në parlament, që një zë për sportin, ishte relatori ligjit sportit, po shkriesh 2011-2012, po shkriesh edukimi fizik, po është e vërtet. Po shkriesh edukimi fizik në për shkolla, futëm në kurikull 3 orë, u bë qendra e Korçës, u bën 400 palestra, u bë stadiumi Elbasanit, u bë stadiumi Shkodrës, u bë stadiumi Kukësit, u bë Air Albania që i bëri qeveria, sepse kishte një zë që thoshte kryeministri. Është vërtet. Më ke futur këtu? Është vërtet. Tani bëj për sport. Është vërtet, më ke qenë zë dinjitos. Teori ke për dinjitos, është vërtet. Prandaj jam praktik, jo teorik. Teorinë ta kam lënë ty. Unë jam njeri që ëndrat i bëj realitet, si kjo puna e Korçës. Që mori Karakatin, ai shako jot thoshte, Shako është jote. Fidel Ylli. Do bëj këta, edhe imi, edhe miku im. Do bëj këto Karakatina. Po pra, do bëj këto Karakatina të parqe olimpike. Dhe kur më ftoi një ditë digital bi aty, dhe ja tregova, thanë, s'të kemi besuar, po ja që ëndra një bërë realitet. Fidel, o Fidel. President, jo President, e para ja. Si ka mundësi më burë që ke shok, e ke Mike Edi Ramën dhe është e vërtet ajo që thot presidenti, është njeriu politik, do shta dhe pse vjen nga sporti, se politikanët e tjerë vjen nga fusha tjera, që është më dinjitosi. Është i vetmi që nuk thot amin për çdo gjë. Kjo është e vërtet. Por ka një gjë në këtë histori që ligjin e sportit nuk e ke kalu, siç e ke dash. Kam kalu si nuk e ke kalu siç e ke dash. Gjitha. Po si ke kalu siç e ke dash? Ti ke dashur që një pjesë e tatimit që Zoti ja të vinë jep nga fitimi i hotelit, të kaloj te ciklizmi. Pikërisht ke dashur këtë gjë? Prandaj ti nuk je informuar mirë dhe duhet të më dëgjosh me 4%. Sepse ligji i sportit nuk ka lidhje me ligjet e tatimeve. Ligjet e tatimeve janë ligjet Ministrisë Financave. Kur u dorëzove ti loboje për këtë gjë deri në po të shpjegoj edhe një herë. Unë kam qenë relator i ligjit sportit. Dhe ligjin e sportit e kemi bërë që Shqipëria të futet në Europë ishte motamo me rregullimet vogla. Dakord më burr. Ka kurse ligjet e tatimeve nuk janë të mia. E di, por nuk e lobu për këtë punë? Ora, unë kam lobu, po vazhdoj të loboj, më doli mbrapa si lobova për bastet. Që kur flitësha unë për bastet, thoshin si del ky qeveris vetë kundra. S'ke fuqi pra. Po, i thash, se këto si kam mjëllë në rogja. S'ke fuqi. Kam fuqi. Kam fuqi dhe i kam bërë dhe do t'i bëj dhe do të shikosh dhe ligjin e sponsorizimit tani, që po kryojët grupi punës,
Se s'kam fuqi unë po, Air Albania u bo. Pa Air Albania... S'kam fuqi unë po, u bo stadiumi Shkodrës. Nuk kam fuqi unë po. Ai stadiumi Shkodrës sa mendoj që është në u bo stadiumi një vepër vizibilitete. S'kam fuqi unë po, po bo i Elbasanit. Nuk kam fuqi unë po, bo dhe Park Olimpik. Po me dëgjuar Armando Dukan, ka bëu ai më burr. Armando Duka ka bërë ato gjëra që s'janë bërë në historinë e futbollit shqiptar. Ti japim Cezarit, çai takon Cezarit. Dakor? Me stadiume që ka lobuar, me fusha, me këto, me si vjen mirë Shako, se shpuna vetë. Por ne duhet i japim Cezarit, çaj takon Cezarit. Se si ka qenë futbolli, këtu, po shkallëve të stadiumit. Ka zgëqa. Dhe si është futur Komiteti Olimpik. S'kam gjem në Armando në më fare. Unë Armando e kam njeri të respektueshëm. Ke qenë dhe negociator atëherë më duket kur këta lanë. Se këta budalin dhe futbolit u futën si Casa de Papel, ta u futën gjithë kështu këta, edhe do ai bëshin Edi Ramës ka shillik, a kupton, do u futën mrejta. Çadër, xhap, rishin mrejna të gjitha. Fakt Armando i fort, se buni bashkë edhe Ursin, edhe Safetin e gjithë, nuk dorëzoheshin. Edhe shkoi Mustafi pastaj, nuk zgjidhet kjo punë. Dhe me negociu, e ma me Rashidin e Casa de Papel. Ky Shaku ka bëj der biznesi atje paras, shumë miku. Administror një 45. Shti lindur, e ka kohë që ka fillu, po tani është përkushtu. Kjo ishte arsye që edhe nuk kandidoi në këtë mandat për Kokshin. Po pas ka qenë antar komiteti. Ka qenë antar komiteti, ka qenë presidenti i Akademisë Olimpike, që ishte një post shumë kyç dhe i rëndësishëm, ka qenë shumë aktiv. Pastaj u vu biznesit edhe. Do pyes vini si asnjanës. Kur dëgjoj? Ka lezetu biznesi. Ndryshe nga juve që keni lënë. Unë kam bërë biznesi kur këta se ekzistonin, këta që bëjnë sot biznes. Nuk dinin. Tani, o Edvin, kur ti dëgjon që Shqipëria ka marrë 2 Çeçen. Çeçen literally, jo Çeçen që përdorshim në 90-ën. Dhe si janë 2 Çeçen? Po mirë, unë ti them perceptimin e popullit. Po si janë 2 pra. Dhe këta të dy, ne besoj që joshim dhe i paguajnë për të qenë kampionët tanë olimpik me flamurin e Shqipërisë. Si të tingëllon? Po dua mendimin realisht. Po, realisht. Unë po imponohem në pyetje, po e bëj shumë të shëmtuar, po mos s'ke si e bën ndryshe, se ky është realiteti që po jetojmë, domethënë nuk është se është të tipike shqiptare kjo gjë. Kjo ndodh në gjithë botën, nëse pranojmë që po jetojmë në një kohë globale. Por në sentimentin e të qenit shqiptar, nuk të tingëllon dhe aq bukur, por duhet duhet i kundër përgjigjem Gjergjit me gjë. Po. Pse nuk thot Gjergji që Shqipërisi ka ikur 37 medalje olimpike? Pse nuk e thua Gjergji? Piero Dhima, Luan Shabani, Unë do të them gjë tjetër, zotit president. Viktor Mitru, Lorenz Koka, Mirela Manjani, Elis Gurin 2012-ën, Sejt Prizreni bëri dhe fitoi për Australi mbajti në Olimpiadë, Suxho i Korçës, organizatori i ekipit kombëtar që morën medalje të artë në Amerikë. Dhe ne nuk e themi këtë. Dhe grekët nuk thonë na erdhën këta shqiptarë, po thonë Ellada se ngren flamurin grek. Dhe bota sot është globalizuar. Ti, një sportist, sot. Kjo është pa diskutim që është kështu. Unë nuk e bazoj sportin shqiptar tek të huajt. Por nuk mund t'i pengoj do të vinë, se i ka marrë Italia. Po i ka marrë Gjermania. Gjermania, ke pa Gjerman ziti me ngjyrë? A i ke parë, i kene ekip kombëtar 4-5. Si se shëlloj? Si se shëlloj? Ti jap me fakte, me ekipe, qarë është Benzemaja? E para, Benzemaja është francez. është francez, a? Shumë më shumë se ky Çeçeni. është francez. Shumë më shumë se Çeçeni. Po këta që kanë marrë ta rusët, që kanë marrë... Po jetojmë në këto kohë. Po këta rusët që i kanë marrë Italia... Shiko si e menoj unë. Si e mendon? Presidenti thot me të drejtë që ne e prodhuam sportista olimpik, se sistemet tona e prodhuan atare, që nuk po prodhojmë do të më. Sigurisht. Ose arrin vinte presidenti, të cilët në një moment të jetës së tyre, zgjodhën anën financiare dhe jo anën kombëtare dhe ikën nga Shqipëria. Bëjnë gjë më të mirë. Çfarë do të thotë Edvin? Neve kemi mundësinë që ta evitojmë largimin e kampionit nga Shqipëria, se kemi sot parat. Por ne nuk po e prodhojmë dot kampionin. Kush tha ty? Si ka mundësi që Shqipëria 91 prodhon Piero Dhimën dhe sot nuk e prodhon dot më? Në kushte mirane. Po e ke gabim më Gjergj, si ka mundësi më ti edhe gazetar me eksperiencë. Po këtu një sportist sot
Po ti ke Brikencali kampion botë më. Ore olimpik më lej kampion olimpik. Ore Mos thua një sportist shqiptar që pas 8 vitesh do ngrej medalë olimpike do vi prapë. Humbi Brikencali për 1 kile. Po, Holanda ka të kupa bote për shtyllë. Për 1 kile më, për gafën e vet, pra doli në 3 parët e grupit, a? Mos bërtasi. Jo, po të them ty që apo prodhojmë sportist, pa fund. Një emër që do dali kampion olimpik shqiptar. Kjo vajza Erikleta Cara. Ku do vim? Në këtë rrjedhë do jemi pas 4 viteve. Këtu do jemi. Pas 8 viteve do marrit medalë olimpike. 2032-shin. Po mirë, mos si ka mundësi që ato sistemet e vjetra të varfra prodhoni kaq shumë sportistë të mirë. Shteti ishte i përgjegjshëm. Shteti e kishte Po ti shteti tani më Fidel. Jo, unë jam shteti. Unë jam privati. Tani kemi filluar, pra ti do dhe një fëmijë që të rritet do ta marrë nëna 9 muaj mbar. Ne kemi bërë ligjin në 2017-ën. Sa u përpunuan grupet e interesit. Dhe brenda 8 vitesh që isha në parlament, tu bën 50 milion euro investime që s'janë bërë kur në sport. Po u futën kemi 12.000 fëmijë në klasat sportive në shkolla. Më lej, tani se këshin zirë kuksin më në 9 vend parë volejbol për lërë tani. Po kjo është tradita më që kuksi ka, po i ka djem nga 2 metra më. I ka quna ke qef t'i shofësh më. Populizëm bën këtë. Po të shikosh quna të së është janë ekip. Shifë po t'jap një unë, populizmin ta tregojnë ty. Një djalë. Edhe like e kishim dhe në Instagram të një që pashur. Një djalë. President mos ja vëre se një djalë. I ka thënë Ledi do të bëj këtë rol sot. Jo, këtë debatë bëjmë vështirë ka. Shiko, një djalë që ka qenë në ekipet sportive. Si mund ta provokosh dikë që të jetë nxjerrje më të mirë në vetë? vetë, po nuk vjen këtë rolin. Patjetër, sporti ka nevojë, nuk jemi në mrekullira ne. Ne jemi në hapat e parë. Okej po. Çfarë thuat jemi në mrekulli se morëm një medalje. Po çeçenat i kam, shiko dhe herë. Ky djali, e bëri Tuxhmani Kroacisë. Tani më dëgjoj mua, ky djali që doli në finale, ky djali Islam Dudajevi që doli në finale me një shok të skuadrës vet, rus, me skuadër, përfaqëson dhe Hungarin. Hungaria shtet Austro-Hungaria famshme me tradita sport. Po i ka me ca të vetët më president. Po Merka Çeçen, Hungaria, ka vendonjë të vetit. Merka Çeçen Italia. Pse i merr kur pas ka të vetët? Mos bëni këtë gabim, se bëni gavë. Nuk mund të thosh djalit tim të jeton në Amerikë se do të bëj para Amerikë. Shkoj ku doj. Se ndalon dot. Ku të doj, ku ka interes. Po, në qoftë se, ja ta themu, në qoftë se Japonia zgjodh një mëngjes dhe djalin tënde blen, Japonia dhe Amerika e kuptojnë, nuk është kur lind. Tani, shife ky djali këtu. Shikoj. Shife, ky djali këtu është në ekipe sportive në shkolla, Ledi o të lutem. Shikoj pak, afroj pak. A shikon ti? Tani, ky këtu, jam unë këtu mbrapa, me këtë djalin, që i kemi dhenë, shifë, në finalet këtu, që i dhamë medaljen si sportisti më i mirë, kishte 2 vjetë, shikoj, Ledi o të lutem, e shikon? Me kupën si më i mirë. Aktor. Shikoj. Po e diun më këtë. Jo, aktor, jo, të ja fakton, se ti nesh, ti ke marrë mikrofonin dorë dhe thu që dush ke dal me një këtu që s'pyt për gazetar, me fakte. Jo, ka dal me një mik. Jo, me mik, po. Po këtu. Po me sati nuk e bëja këtë debat. Jo, po këtu, si jemi mik, këtu jemi, unë du debat me argumente. Do fakte. Po, me fakte. Do tjetërën tani që thot. Do fakte. Del tani Vllaznia. Dhe këtë djali thot ka dal nga Akademia Vllaznisë. Pra, ekipe sportive në shkolla po lullëzojnë. Do fakte. Fëmijët po largohen nga rruga. 1900, lejmë këto tani se tani mos bëjtë si një një tjetër, jo, do po sigurisht, se sporti nuk është vetëm medalje. Ti mendon se sporti është medalje. Më 10 medalje jemi më të mirë. Sporti është edukim. Po, kush është sportisti shqiptar që është sot e vendosur sot në një barë? Kush është elatase sot? Sporti, po lëre më mos më thuj për kohë që kush është. Po lëre më Ermal Kuqo është në kulmin e vetë në Amerikë, është skauti i Chicago Bullsit. Të vinë vitet 2000, kush është Afrim Bilali sot? Po lëre më Afrim Bilali është pra një ekipit kombëtar, çfarë do tani me Afrim Bilali, çfarë do? Në vitin 1987, në Takali, në Seri, Seri është Takali? Në Seri.
Kontare volejbollit. Jo në Takali, në Latakja. Latak. Se ja Takali futet është Malë. kot. Stadion Malës. Latak. Okej. Tani, sa fituam, sa medaljari fituam? Ore, fitum se ishte sistemi më morë. Edhe në basketbol. Rafë Mitalin. Po e kemi rafë me Italinë edhe në volejbol të në Tiranë. Dhe volejbol Tiranë. Bari 2.000.000, ke qeni vogël ti. Jo, s'kam qeni vogël fare. Edhe kur vinda ora sot, e kam parë unë, ti s'kishe linda akoma. Pa, di ke kam parë. A kupton ti? Di ke kam parë. Le tani. Di ke kam parë. So s'kam çat shoh po, se s'ka kontare volejbolli. Nuk ke kontare volejbolli. Edhe një herë. Nuk ke kontare volejbolli. As volejbolli, as basketbolli. Nuk është turp. Unë po të them një gjë. Si sportist, është turp apo jo? Unë po të them një gjë, sporti do para. Po do para. Kontare volejbolli me $150.000. Gjeja më burr. Njëra dhe 150 nuk bën Po do. gjeja më Ramos, Po po basketbolli. i kemi Po thënë. Ramos duke vjen zor ish basketbolli, I kemi thënë dhe tani. nuk gjet Dhe para. tani nuk e di pyet Avniu kur ta pyet Avniu, thrasësh Avniu voton për këtu. ty. Jo. Nuk e di për kë voton. Pjesë fjala. Se vota është e fshetë. Po. Unë them merren intervistë dhe thuj, ora ke sponsorizu si gal Prishtinën. Disa doli Serbi Shqipëri për femra, unë në majtë, disa doli ndeshja. 115 metë. Ora është skandal më, jo kaq. Skandal. Është turp. Unë po të them kaq një gjë. Unë kuptoj që forca jote personale shumë e nderuar shkon deri te individualiteti, se kur hyn te kolektiviteti, te sporti kolektiv, e ke vështirë. Ti nuk ke, ti je i vetëm. Ti s'ke as Elamën, s'ke as Avnipunarin në këtë garë. Gjërat nuk bëhen me shkop magjik, Gjergji. Edhe një herë. Detyrimisht Më thua një shtet në botë, më thua një shtet në botë, një shtet në botë që ka një shtet në botë, jo më jo, që ka ekipe sportive 12.000 fëmijë të përfshirë. Sepse ke zgjedhur një model gabuar. Shkon nga bazat e elita duhet ta prodhojë. Ora, jem vete ti. Po patjetër më. Kush është modeli më burr? Por si bëhet në elita i pozdoli nga ekipe sportive në shkollë? Jo, elita frymëzon bazën. Zoti man. Ora nuk bën bazë elitë. O njeri, ti që të fillon, ne kemi traditë në basketbol. Kemi. Edhe volejboll. Po. Kemi dhe trajnerë. Po. Kemi marrë dhe ekspert huaj. Po. Tani na duhet brumi. Qa duhet? Duhet shkolla. Volejbollisti Kuksi 9 vjeç, 14 vjeç sa Anglia. Jo vetëm Kuksi, më jo. Po ikin more. Po kemi nga Tirana, kemi nga gjithë qytetet që kemi traditë. Kam një propozim. Po sikur ne të ndërtojmë, ne të lobojmë. Shkojmë nga elita, thot. Të shkojmë ke Kalamaj. Ta shpjegojmë se nga elita. Po s'ke çfarë shpjegoj ti? Se si je zanatit ti. Ti po flet me njëri zanatit. Nuk po flet me presidentin, po flet me një ekspert që është i sportit. Federate nuk është profesion. Jo, unë nuk jam ekspert i sportit, nuk jam president. Nëse ne do lobonim që të kishim një kombëtare basketbolli me 5 shqiptarë që luajnë kudo në botë basketboll, nëse do lobonim ta krijonim këtë gjë, jo brenda ditës. E kishim ne ma. Dhe u prish. Ne kishim kjo pesqja që do ishte në çdo baner, mund ta kishe edhe ti këtu te hoteli tjetër, do frymëzonte brezat e rinj për të bërë të tillë. Ky është koncepti nga elita e bazës. Jo. Kjo është histori totalisht tjetër. Mendoj që ky mentalitet ka ndryshuar, Gjergji, nuk është dhe njerë, nuk mund të jetë çdo gjë kështu shqip. Të kesh edhe këta modelet që thua ti, unë e kuptoj konceptin të, dhe këta mundësat që na kanë ane, këta janë modele për të rritarë. Sa i thotë të bëjmë dhe unë si ky kampion, por ti duhet kuptosh një gjë që ne, pse s'na ka ikur ne në sportist më jashtete? Nuk të merrem me njëri. Jo, ka sa dush, po si ki ndot, se është ligji i mirë, se për çdo medalje me $100.000, se bëhet ushtarak, se bëhet ushtarak. Është problem pas suksesit, nuk e prodhojnë suksesin, është problem suksesit. Jo, është problem këtu 12.000 fëmijë. Ti pagush të la njerë, ti veshësh, ti bësh të marrë një natruni gjini, ta sjellin këtu. Jo, uniforma, së është gjë uniforma edhe është sa me kalu radhën. Ne jemi 12.000 fëmijë, çdo ditë janë në për palestrat plot. Nuk ta dal do të. Jo, ta unë jam me fakte, po s'më the çfarë do fliçim, të sjell ça. Të gjithë materialet i shikoje, ose ja po t'i jap vetëm një gjë. Shko këtu dhe kliko. Shiko këtu, sa e ke shumë thjesht. Shko këtu dhe kliko të Safari, Team Albania. Team Albania.al. Shko këtu dhe shiko, qarë do këtu? Do buletinët shkencor që ne fëmijët... Jarin mo, e Jo, po si japim një top në fëmijëve. Se i temi, kush doli Kuksi kampion? Ne i masim. Se na intereson shëndeti i tyre, këtu shive. Shi si hape revistat, shikoj. Edhe vetë qesh kërë Shive. S'po qesh, ti po qesh. Këto do ngelen, topi do ngriset, bluza do ngriset, do thonë, qa keni bërë ju? Sa fëmi keni? Sa data keni nga këta fëmi? Sa janë me skolioz? Sa janë këshu që të ullën shpenzime shëndetësie dhe të vinë investimet e sportit? Kam i pyetje.
Ti do me sus, erdha unë dhe me shkopin magjik do t'i rregulloj. Unë them që gjithë kjo intervista jonë, president, që të shpjegojmë pak, është qëllimisht e bërë kështu si mishmash. Komplet. Jo, nësë është mishmash, jo, sa gjëra të thënë, deri tani këtu se nuk është mishmash fare, më pëlqen debati, po dua që unë të pranoj se nuk po them që sporti po shkëlqen, dhe nuk jam krenar thjesht se morëm 2 medalje, mund t'i merën tim dhe me Brikencaljen e kishim mundësin, ka dalë dhe Brikencalje kampion botë në Uzbekistan, ja kam varu medalje në qafë, ka dalë fliste dhe Eurosporti, kur Godelli dhe Erkan Qerimaj të dy ishin për të parë dytë në Izrael, kemi pas rezultate, po janë rezultate sporadike. Unë dua që sporti, jo vetëm basketbolli, volejbolli, po dhe shau, dhe gjimnastika, dhe atletika, që janë sport e bazë, të futen në shkollë, vlla, se vetëm aty dalin talentet, që ti të kesh mund të zgjedhësh element. Nuk, ku ti zgjedhësh elementi? Regjia në lajmëron që kemi të kalur çdo lloj. Jo, s'ka problem se regjia në YouTube jena. U kam dhe 3 gjëra para mishmashit dhe Kujvet Liga, e para. Me këtë Gonxhen, ministrin e rit sporteve, si i ke marrëdhëniet? Unë nuk kam marrëdhënie të keqe me asnjëri. Ai ka marrëdhënie të mira ai me ty? Dhe ka dëshirën ai që ta zhvilloj sportin nëpërmjet tij apo nëpërmjet ideve të tija? Unë mendoj që çështja e sportit nuk është në dëshirë të ministrit të sportit. Është në dorë të ministrit të kryeministrit vendit. Po kryeministri i vendit ka prioritete, siç ka futur ekipet shkolla, siç ka bërë ligjin e ushtrisë, siç ka bërë ligjin e gradave, siç ka bërë ligjin e shpërblimeve, të bëj dhe ligjin e sponsorizimit, të fusi dhe sportet e tjera në shkollë dhe të rrisi buxhetet e federatave, që jam Mirane, dhe buxhetet e Komitetit Olimpik, që unë iki nesër në Riyadh, dhe unë po iki me lek borç, se s'kam lek për të çuar delegacionin olimpik dhe kam shkurtuar. Mishmash, ja, shqyr që doli njëri kundër kryeministrit. Për një mbyllje... Sigurisht. Sa më gazmore. Një intervistë shumë e shkurtër, që duam një përgjigje njërën ose tjetër. Parku Rinia apo Kulla Binjaka? Këtë zgjidhje. Në kuptimin në Parku Rinia. Po pra, Westi të Parku Rinia. Parku Rinia u bë mirë që u prish. Pra, ishte mirë për momentin se Shqipëria dilte nga i sistem komunist, s'kishte punë dhe qeveria saj kohë jepte leje që të punësoheshin njerëzit. Në moment që Rama, ishte kryetar bashkie dhe Ilir Meta ishte kryeminist për jetë vërtetës, filloi Rama nxitjen për ta prishur Parkun Rinia. Dhe unë i thash, dëgjoj, Parku Rinia mund të prishet, po do na jepni pak kohë që ne t'i spostojmë bizneset tona dhe pastaj do t'a prish unë të parin biznesin tim. Dhe duke u prishur Bar Westi i pari, do thonë gjithë do t'i prishin vetë. Dhe kështu ndodhi. Folëm me kryeministrin e asaj kohe Ilir Meta, tha, do t'i lini një vit, morëm masa i transferun biznesë, mas një viti unë vajta i pari, pam, i hoqëm, ato erdhi policia ndërtore, dhe u bë mirë që u bë, se ishte bërë si një mejhane. Po ashtu si dhe Buzlanës, gjitha dhe unë personalisht, familja ime kishte investuar aty, të një të njëtë temi dhe neve, e pas një hotel të vogël Dea. Mu përballë akvariumit. Unë e kësha 4 kaçën në... Po pse të kujtojt akvariumit? Jo, si nuk shkoj, shumë i vogël. Unë ka prishu 3 Edi Rama. Qëllimi i këtyre pyetjeve është për ndjesitë personale, për anën urbane patjetër. Vazhdojmë, mundje klasike apo stili lirë? Sigurisht mundja klasike. Edhe për mua. Basketbol apo volejbol? Sigurisht basketbol për mua. Kompleks në Korçë apo buz bunës? Kompleks në Korçë për arsye se Korça ka një klimë të jashtëzakonshme për t'u aklimatizuar sportistët. Armando Duka apo Erion Veliaj? Armando Duka apo Erion Veliaj? Padyshim Erion Veliaj. Okej. Shako që kishte shok Dukën apo Shako që të ka shok ty? Shako që më ka shok mua, që më ka pasur, më ka dhe do më ketë. Bar West apo Reste Royal? Bar West. Bjonde apo Brune? Apo si shtot Berlusconi me ton të japë? Me ton të japë. Pas ta këllë të dhia. Brune. Luan Shabani apo Piro Dhima?
Sigurisht Luan Shabani është i pari, pastaj vjen Piro. Dhe mbylli me Fideli apo Ylli? Ylli. Për ne ishte shumë kënaqësi president. Faleminderit shumë. Do të them para se mbyllim. Jo rastësisht, unë nuk e kam prek sot diskutimin për stadiumin që keni premtuar që do bëni, se e di që nuk ekziston. Kë stadium? Ato më të madhin në Europë etj, më shumë se Juve etj. Do ta shikosh. Do ta jap edhe përgjigjen. Ne do e mbyllim podcast. Do ta jap. Ne do mbyllim podcastin këtu do jemi. Se edhe Shako kështu tha, merret Fideli me këto karakatinat. I ke shifra të qendrën e Korçës. Mendon ndonjëherë, kur ja ta pyesin presidentin për këtë gjë, o president, kur mendon ndonjëherë për shembull që ti je të varur, se njerëz jena, edhe Blena ndonjëherë, ke parasysh, a ka lezet më të mos se ti je i pavarur ta bësh këtë debat? Nuk ka më bukur. Nuk ka më bukur. Po unë i bëj debatet edhe kur kam qenë politik. E di. Po dhe s'kam pyet as për grup parlamentar, këto si mbylli Enver Hoxha do t'i mbylli Edi Rama. Me këtë pavarësi. S'ka gjë, më mirë. Më mirë, më besoj që je më i lirë. Si ka digniteti. Je më mirë, më i lirë. Ju falenderoj shumë.